Shqipëria është shumë pranë një arritjeje historike, ku qezinjtë kanë siguruar play-offin për Kupën e Botës 2026, por për të shkuar në Amerikën e Veriut duhet të kalojnë fillimisht Poloninë dhe më pas fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Megjithatë, kualifikimi për herë të parë në botror do të sillte me vete dhe sakrifica për tifozët shqiptar. FIFA ka publikuar dhe oraret e ndeshjeve dhe shqiptarët duhet të sakrifikojnë gjumin e mëngjesit për të parë ndeshjet e kombëtares. Përballja e parë në rast kualifikimi në grupe do të jetë në Monterrey përballë Tunizisë. Ndeshja luhet në orën 4 të mëngjesit me orarin tonë, ndërkaq sfida e radhës përballë Holandës do të zhvillohet në orën 19, ndërsa ajo ndaj Japonisë në orën 1 të mëngjesit. Po të njëjtin fat do të ketë edhe Kosova në rast kualifikimi. Sfidat kundër Australisë dhe Paraguajt do të luhen në orën 6, ndërsa ajo e fundit kundër SBA-s do të zhvillohet në orën 4.